Në një deklaratë të bërë përmes rrjetit X, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri të ditur se agresioni rus ka kryer sulme intensive ajrore duke lëshuar më shumë se 3500 drone dhe rreth 190 raketa kundër Ukrainës vetëm këtë muaj. Ka pasur edhe provokime kundër partnerëve tanë, tha Zelensky, duke ju referuar sulmeve të fundit me drone në Poloni dhe Rumani. Ai shtoi se këto veprime përbëjnë terror ajror dhe nënvizoi se Ukraina po bën thirrjet për mbrojtjen e përbashkët në mënyrë që vendet të mos detyrohen të ngrejnë avionët uftarak në presion e Rusisë. Zelensky nënvizoi nevojën për një sistem mbrojtje ajrore shumë shtresore europiane. Tani është koha për të zbatuar mbrojtjen e përbashkët të qejve tanë europian. Të gjitha teknologjitë për këtë muaj janë tashmë në vend. Ajo që nevojitet janë investime, vendosmëri dhe veprime të forta. Ai gjithashtu raportoi mbi sulmet e natës në qytetin e Zaporizhjas, ku u plagosën 13 persona, përfshirë 2 fëmijë, dhe në rajonin e Majokolavit, ku një person humbi jetën gjatë një sulmi në një ferme të zakonshme. Në një intervistë për Sky News, Zelensky bëri thirrje presidentit amerikan Donald Trump të marrë një qëndrim të qartë lidhur me një paketë sanksionesh për Rusinë dhe garancinë e sigurisë për Ukrainën. E vetmja mënyrë që të lufta të ndalet është të vendoset garanci të qarta sigurie, dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse presidenti Trump do të veprojë me guxim, tha ai. Presidenti i Ukrainës kërkoi gjithashtu hapa personal nga udhëheqësi amerikan për të ndalur Rusinë dhe për ta bërë presidenti Putin të ketë frikë nga veprimet e komunitetit ndërkombëtar.